Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zhvillimet e fundit pas zgjedhjeve, atë që e pret Shqipërinë. Tashmë kemi liderët e Bashkimit Evropian sot dhe nesër në Tiranë, por edhe një protestë të lajmëruar nga zoti Berisha ditën e nesërme. Çfarë do ndodh nesër në Tiranë për këtë dhe për të tjera, do të flasim me avokatin e njohur Zaçe Islami. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirëdita, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Avokat, të gjithë e kanë uruar kryeministrin për fitoren, por urimi për te oqeanit nuk ka ardhur akoma. Ata nuk do ta kenë marrë vesh akoma, besoj që ka fituar apo? As mos prisi të vi urim nga për te oqeanit e Edi Ramës, se Edi Rama është shpallur non grata në Amerikë, tjetër që nuk e thonë këtu. Kjo është dëshirë? Është dëshirë? Është dëshirë apo ka diçka konkrete? Nuk është dëshirë, jo. Është se ju them. I shtën zyrtarisht, i shtën në synë nga ekranet e televizioneve private, i shtën Edi Ramës jenë non grata e ka thënë. I shtën o vllai dashur. Ka mbaruar ajo punë. Megjithatë, kemi thënë në mënyrë të përsëritur që nuk do ketë zgjedhje. Praktikisht këto nuk ishin zgjedhje, këto ishin thjesht një provë që u bë të shikojnë se deri ku arrin mashtrimi dhe poshtësia në zgjedhjet të Shqipërisë. Praktikisht nuk fitoi Edi Rama. Ka fituar Sali Berisha që i dha fitoren Edi Ramës. Këtë fitore të quajtur fitore se nuk është fitore. Nuk kanë votuar 20% sa thanë, sa u deklaruar nga media shqiptare dhe nga qeveria shqiptare. 10% kanë, 10.2, 10.3% kanë votuar. Pra, është një mashtrim absolut, si gjithmonë, si që dim të bëjnë komunistët propagandën që e kemi thënë dhe këtu nga ekrani juaj, që në propagandë komunistët janë të parritshëm, të pakonkurrueshëm. Dhe praktikisht po vinjej. Vin tek humësit. Në fakt, nuk humbën demokratët zgjedhjet. Demokratët kanë humbur se s'kan lider, s'kan udhëheqës. Udhëheqësi demokratëve është person non grata në Amerikë, se demokratët janë kontradikt dhe me veten e tyre. Nga njëra anë thonë e duam Amerikën, po nga ana tjetër mbajnë në krye atë që nuk e do Amerika. Atëherë të zgjedhjet marrin. O do mbajnë Amerikën, o do mbajnë atë Sali Berishën. Sali Berisha e ka mbyllur kapitullin e tij me Amerikën. As me fjalë fare që ti iqet non grata, gjatë gjithë këtyre ditëve, siç kemi bërë dhe emisionet bashk, kanë mashtruar me 10 herë, i ishte hequr non grata, do të iqet non grata, do vej në Amerikë, s'do vej në Amerikë, jo zotri. Non grata i humbi zgjedhjet në Shqipëri. Po i humbi dhe një faktor tjetër që nuk e thot njëri, po unë do ta them tani. Para disa muajsh, nuk e di, 4 apo 5 muajsh, zënja Argita Berisha deklaroi dhe në kur e pyetën dhe i thanë nëse babai juaj do japi dorëheqjen, ju çfarë do bëni? Do kandidoni? Dhe u tha nëse babai im jep dorëheqjen me do e mos që do kandidoj. Kjo deklarat e fundosi Partinë Demokratike, sepse demokratët shqiptarë dhe karakteri shqiptar nuk të pranojnë që ta bësh ti partinë ta trashëgosh na babat e i biri apo të e bia, se nuk e ke çiflikur zotëri. Por në fakt, realisht, Sali Berisha e ka kthyer Partinë Demokratike në çiflik. Ndaj humbën demokratët, ndaj nuk shkova dhe unë të votoj zotëri, ndaj janë me mira demokratë që kanë abstenuar dhe nuk vajtën të votojnë, sepse nuk e duan më Sali Berisha në krye, sepse nuk duan të kenë një pushtet familjar. Ç'është kjo? Humbi ik. Është humbi zotëri. A i humbi të djedhje. Qështë ajo protesti do bëjnë nësër për këhe? Dhe kush janë ata budallë që do t'i vjen pas nesër? Mendoni që do të shkojë njëri pas nesër? Absolutisht jo, do vetë vetëm ata nokat e ndrokat me shok që hanë bashkë. Ata po do vjen. Po si mund të mobilizohet këtë optimizëm të popullit opozitar? Si mund të injektohet shpresa tashmë në vitin që po hyn të 16-tin? Thjesht fare.
Kam thënë, dia partia nuk e di kush më pyeti një nga ju gazetarët, dhe kam thënë Partia Demokratike ka djem të shkëlqyer, dy prej cilëve i njoh unë personalisht. Erges Eskiu, një djalë model. Kur them model, jo brashnjar, po model i demokratit, i qytetarit dhe i shtetasit të ndershëm. Dhe Lisandër Hoxha, Lisandri, një djalë i shkëlqyer, domethënë nuk e ku ti vësh një presje. Këta Sali Berisha i la jashtë listave dhe mban në brenda listave të tërë spiun të sigurimit shtetit. Pra, kupola e Partisë Demokratike është një kupolë e sigurimit shtetit, e sigurimsave. Ndaj kurrës me atë kupol, Partia Demokratike nuk do ketë pushtet. Dhe nuk do vinë pushtet. Dhe do luftojmë të tërë të mos vinë pushtet. Pra, ju po thoni që nuk është problem vetëm Berisha, por edhe berishizmi brenda. Urdhë, nuk të dëgjova. Ju po thoni që nuk është problem vetëm Berisha, por edhe berishizmi brenda APD-s. Nuk të dëgjoj. Pra, ju mendoni që berishizmi e ka kapur PD-n aq keq sa edhe të largohet Berisha prap nuk shpëton. Duhet të iki të qërohet e tërë kupola e Partisë Demokratike, që kanë 30 vjet që janë deputet. Po Flamur Nokën, si e keni parë këto ditë, Flamur Nokën, sekretari i përgjithshëm, numri 2. Ku dallon nga Berisha? Ku dallon? Dhe këta kanë bërë miliona zotëri, këta nuk dalën të thonë të vërtetë si e kanë hallin. Nuk dalën të thonë të vërtetë elektoratit. Këta e gënjejnë elektoratin. Elektoratin e PD-s, të djatë se të tjerë që gënjejnë do. E para gjitha, këta nuk kanë disiplinën në parti, këta disiplinën e kanë krahinore. Me qenë se Sali Berisha është tropojan, të gjithë veriorët votojnë për Salihun. As duan të tirë fare se çfarë po bën Salihu në ekonomi, në drejtim, në politik, në qeverisje të tjera. Fare, mjafton të jetë ai që kemi nga ana jonë. Kjo është e gabuar. Kjo është e tmerrshme. Kjo është që nuk ka më ku të vej, kjo gropos të djathës shqiptare. E djatha shqiptare, zotëri, duhet të mblidhet, të bëjnë një peticion dhe të shkarkojnë urgjentisht atë kupol të neveritshme që ka në krye Partia Demokratike, të zgjedhin djem dhe vajzat reja, që janë me të vërtet demokrate, me të vërtet, por me përparësi kryesore njerëzit e përndjekur politik, familjet e përndjekura, të cilat Sali Berisha i ka luftuar në mënyrë sistematike. Mos e harrojnë demokratët Lorak Bejkoj që u vetëdoj që në kohën e Sali Berishës, si ishte Sali Berisha president. Përse u vetëdoj? Aje, bravo. Pra, ajo vetëbrasje i thot të tëra se kush është Sali Berisha. Dhe këta akoma e mbajnë se kanë bajraktarizmin. Dhe të mbajnë bajraktari, Sali Berisha edhe të rinë, t'i bjen longarit të mine vende. Avokat, po Berisha tha që unë do iki kur ta vendos Zoti. Po, me atë kupol që mbanë rreth vetës dhe me të marrëveshje që ka bërë me Edi Ramën në 2008, dhe Edi Rama ashtu tha, kur ta vendos Zoti, pse se ata kanë njëri tjetrin, mbajnë njëri tjetrin, mbaroi ajo punë, pra të u bë marrëveshja e 2008 se 21 prillit. Po këta partitë e reja, avokat, nuk arritën ta çajnë sistemin. Ke probleme internetin. Partitë e reja nuk arritën ta çajnë sistemin. Partitë e reja janë partiçkat partive të vjetra. Nuk ka partitë e re. E di kur do kishte partitë e re. E di kur do kishte partitë e re. Kur t'i bëhej një qilizm e thellë udhëheqjes së Partisë Demokratike. Kur me të vërtet njerëzit të dalin dhe të diskutojnë lirshëm. Dhe nëse do bëhet gjë tillë, do shkoj dhe unë të diskutoj me ta bashkë, sepse kam sakrifikuar për atë parti, kam marrë me 10 herë nga Athina deri në Tiranë. Po kur shikoj që aty ka bajraktarizëm, ka unë dhe s'ka njëri tjetër dhe nuk të hapin dyert, nuk të hapin zyrat, atëherë përset vete. Avokat, si përfundim, ju po thoni që $6 milion që u paguan në Amerikë nuk e dhanë efektin. Dëgjoj, nuk dëgjoj asgjë nga. Pra ju po thoni që $6 milion që u paguan në Amerikë nuk dhanë asnjë lloj efekti. Pse nuk thon ku i gjetën $6 milion? Kjo është transparenca, kjo është ndershmëria. Dhe kjo është dhe pandershmëria e Sali Berishës. Kjo është pandershmëria e Sali Berishës, që nuk tregon ku i ka marrë parat, nuk tregon se ku janë pasuruar, nuk tregojnë as ai as Noka as ai
Asnjë nga ata që janë në kupolin e Partisë Demokratike nuk tregojnë ku i kanë marrë parat. Të na thotë të dalë Sali Berisha, po është burr i ndershëm siç pretendon. Që për mua nuk është i ndershëm. Të dalë të thotë ku i gjeti parat. Avokat, ju lutem, edhe diçka kam te pjesa e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si do të jetë raporti me Ramën këtë 4 vjeçar? Sepse nuk do jetë zero, sepse Rama nuk do jetë në kryeministër. Zgjedhjet nuk do njihen. Po dhe ndri Trumpit vjen nesër në Tiranë. Rrugë mbari qoftë. Nëse ndri Trumpit përfaqëson Amerikën dhe shtetin amerikan, në djallë të vej, Shqipëria, shqiptarët, Rama dhe kushdo tjetër. Ndri Trumpit është ndri Trumpit, s'ka lidhje fare me politikën. Gjithsesi, brenda familjes, edhe në darkë ose një herë javët kur mblidhen për diskutuar, bie fjala edhe për Shqipërinë, për bizneset, për Sazanin. Tani unë nuk marr në shqyrtim bisedën që bëjnë ata me gratë në krevat në darkë kur flën zotëri. Flasëm për biseda serioze ndërshtetërore. Dhe dhëndëri Trumpit është dhëndëri Trumpit. E dhëndorët e kanë vendin vetëm për të mbartur ujë dhe dru. Kjo është tradita jonë, po jo atyre. Gjithmonë ashtu e ka. Harrojeni këtë, që kjo idiotizëm që e thonë këta do vitë dhëndëri Trumpit e do i heqë në ngratë Sali Berishës. Por e sotri, ka mbaruar Sali Berisha për Amerikën dhe për PD-n. Ka mbaruar. Kush nuk kupton këtë, s'ka kuptuar gjëna politika. Avokat, po me Rama që do bëj 4 vite në Shqipëri, si do t'jap shpresë këtij populli? Nuk do jetë në dorë të Ramës shpresa e këtij popullit. Shpresa e këtij popullit është tek Partia Shpresa Demokrate Shqiptare. Keni komunikuar me zotin Pilinçi se ai tha që do ketë qeveri teknike, s'do bën zgjedhjet. Po pse nuk u bë qeveria teknike shtunë në kaluar, nuk u prezantua? Ai pa. Po zgjedhjet u bën. Por zgjedhjet që i kanë dorë do t'i bëj ky se ky është akoma në pushtet. Por nuk do njihen zgjedhjet. U la ajo që shikoj unë. Si vëzhgues. Amerika e la Edi Ramën që të organizojë zgjedhjet, të vënë në zgjedhje, të shikojnë lakurëqësinë e pretendimeve të Sali Berishës, të shikojnë poshtërsinë e vjedhjes së parave ku gjetën paratë e non-gratës, që u paguan 6 milion, thonë nuk janë 6 milion, do të janë 18 milion. Dhe nuk thonë ku i kanë gjetur. Ore këta të përcasë shpilin, këta thonë mbyllë që të gënjej unë. Që nuk dhe Sali Berisha të thotë ku i gjeti paratë? A është burë. Po është burë të dalë të thotë ku i gjeti paratë. Ndryshe është lepur. Kaq. Avokat, po këta të Europës nuk e shikojnë çfarë bën Shqipëri që po vinë këtu dhe gjithë me këto urime? Evropa është komuniste, zotëri. Evropa komandohet nga Putini. Pikërisht Evropa e gjen mbështetjen këta. Ke parë ndonjë flamur amerikan në përzyrat e PD-s? Nuk të thotë gjë fare kjo? Praktikisht padrinu Sali Berisha i ka shpallur luftë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. I ka shpallur luftë. Fakti që flamurin amerikan nuk e shohim gjykundin në për mbledhjet dhe mitingjet e PD-s elektorale, do të thotë që Sali Berisha nuk do të di për Amerikën fare. Ndaj Amerika ka shumëzuar me zero dhe e çojnë në vend të qenit. Avokat, këtë mandat mendoni që besimi te SPAK-u, pa këtë mandat i qeverisë Rama do fillojë edhe do bjerë për shkak se ngriti shumë stekën lart me goditjet, po tani mund të marrë në goditje vet, qoftë edhe me ndryshime kushtetuese. SPAK-u është ngritur dhe paguhet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As Rama s'ka që bë SPAK-ut, as Berisha, as kush. SPAK-u do bëj detyrën e tij dhe po e bën. Tani do mbaroj dhe ky samiti këtyre LGBT-qëve të Evropës që po vinë që kanë ardhur këtu, se janë LGBT-që të tërë ata. Do mbaroj samiti aty, do qërohen ata, do zhduken këte nga Shqipëria, se s'kanë punë në Shqipërinë, se janë ata që e kanë coptuar Shqipërinë në 1913 në zotëri. Dhe ne nuk i harrojmë këto. Ne historinë nuk e hedhim poshtë. Ne historinë nuk e shkelim. Ne të kaluarën tonë kemi të gjallë dhe kemi këtu në zemrën çdo kohë. Dhe prandaj them, ata s'kan punë në Shqipëri, ata si qelën ashtu do ikin, si qënd do ikin. Po pastaj, pasi t'ikin ata çfarë do ndodh? Pasi t'ikin ata,
dorojme do shohim. E kam fjalën tek spaku, steka do jetë në ulje apo në ngritje? Do vazhdoj absolutisht jo. Unë besoj, nuk e di sa se çfarë do bëjnë ata, po unë besoj në mënyrë absolute që spaku do fillojë arrestimet. Po ku, sepse dje pasi Rama zyrtarizoi fitoren, apeli i posaçëm rrëzoi kërkesën e spakut për hetime për Olta Xhaçkën. Ata bën mirë, sepse fituan me kurvërinë me kurvërimin e Tërmet Peçit të Belen, kështu fituan ata. Kështu fituan. Se për pak desharova, Tërmetin e kemi në parlament. Dëgjoj kurvërit, po prandaj, dëgjoj kurvërit e Partisë e Komunistëve Shqiptarë. Kurvëroi Shukriu në Dipër. Kurvëroi Gjici në Kukës, kurvëroi Tërmetin në përmet Këlqyr. Pra, kjo është parti kurvash, edhe kurvarësh. Këtë votojnë shqiptarë. Jeni ashpër shumë, avokat. Mos thash ndonjë gjë të papërtet, zotëri? Po, për këtë të fundit për Tërmetin s'ka pas një reagim, thjesht vetëm lajme në media. Se për ata tjerë ka pas video, po për këtë... Po pse nuk diskutoi fare Sali Berisha edhe PD-ja për Tërmetin, se është bërë denoncimi i bashkëqortit asaj kurvës, më fal për shprehjen. Pse nuk reagoi? Pse nuk foli fare PD-ja gjysmë fjale? Janë në marrëveshje, mos zotëri, janë në marrëveshje. Kuptoni se gjithë janë në marrëveshje dy partita. Avokat mirë, po Tërmeti tani do jetë në parlament. Ballin lart komandant. Nuk do jetë në parlament. As Tërmeti as ata që kanë bashkëkryeturit të votuar. Nuk do jetë. Do prishet zgjedhjet. Nuk do njihen. Avokat, edhe diçka te kjo e denoncimit policisë në dienin tuaj me informacionin që keni andej. Kanë vazhduar hetimet, është marrë kallëzimi apo jo? Kanë vajtur në policinë e Tërmetit, kanë dorëzuar kallëzimin, kanë ndërhyrë Mirela Kumbaro, ka thënë në asnjë mënyrë mos e ndiqni si çështje, ka urdhëruar Edi Rama këtë e lartë të mbyllet sepse po na shkatërron zgjedhjen dhe i vun kapak. Në fakt nuk e kanë vënë dot kapak, por familja s'ka vënë kapak. Familja do ta ndjekë atë se i ka të tëra provat. Por vetëm për provat. Kush janë provat? Tani provat i kanë ata. Këqyra dhe Tërmeti dhe Përmeti di shumë mirë provat. Ka në dorë. Ora këtave mund të vrasin. Ka polici, ka shërbim sekret, ka në agent të tyre, ka në banda kriminelle dhe të vrasin. Po e vërtet është aksuet. E dim në njës të tyre, në njës të ati zotëris që traftoj shoqja, ajo palacua. Avokat, për ta mbyllur, ju në bisedat e mëparshme keni thënë që pas veljet e kanë rrallën 3 gra dhe djali Berishës. Në drejtim se në mos gaboj për Ballukun, për Ogerta Manastiriun, edhe për Olta Xhaçkën, edhe për djalin e Berishës, në mos gaboj. Kështu u tha. Po çka vepror spaku, sepse s'ka vepror deri tani nuk e di. Mendoni që do vazhdojnë hetimet në këtë rast? Mendoj që do filloj. Në këtë linjë apo keni indicie tjera që mund të jenë dhe personazhe tjera të përfshirë? Jo, ndikje janë shumë për të arrestuar, shumë hajdut dhe mashtrues, po të paktën këta që janë deklaruar. Nga lista aktuale deputetëve të ri, sa ju kap syri që rrezikojnë të futen brenda? Njerë se kam parë listën fare se nuk më intereson. Se e di pse nuk kam treguar interes fare në to zgjedhje, se e di që nuk do njihen. Edhe ja kam varur, nuk kam asnjë lloj interesimi për to. E di që do prishin. Ju ma keni thënë këtë avokat ju këmbgulni te kjo dhe edhe në bisedën që ne po zhvillojmë, ma keni thënë 4 herë, po bazoheni vetëm tek fakti që s'po njeh Amerika apo ku? Patjetër, është faktori kryesor. Në qoftë se më kujtohet në 2021, se jam i detyruar të kujtoj ti e djaliri, unë do të kujtoj tyja. Harrove deklaratën e ambasadës amerikane 2021 që pa mbaruar mirë zgjedhjet u tha që do dalin 74 deputet të PS-s.
A e harruat, e mban më këtë fakt. Është ankuar dhe PD-ja që pa u mbyll kutit u njoftua, u urua për fitore. Rezultati. Dakor, jemi në klub. Kur janë mbyllur kutit, sot sa ditë ka? Janë bërë votimet të ditë dhe diel? E hënë, e martë, e mërkur, e ejtë sot. Pse nuk po flet ambasada amerikane? Kush ka sy në ballë dhe më ndjen kokë kupton, të tjerë pastaj edhe rrinë. Shpresoj. Po, ju mendoni që do kemi zgjedhje të reja atëherë? Do hyjë në pushtet në fuqi qeveria teknike e deklaruar të shtunën e kaluar, nesër një javë, pas nesër një javë, të premten një javë, mirë them se të premten u deklarua të shtunën u dha në media. Dhe ajo qeveri teknike do përgatisi vendin pastaj për kushtetutën e re, do bën shumë gjëra, shumë ndryshime. Avokate, diçka kam, ndërkohë që teorimet për kryeministrin nuk kemi parë me urim nga Mitsotakis. Përshtypje? Mitsotaki, e parë kunsil si kam parë fare ato urime, po Mitsotaki e ka punën perfekte me Edi Ramën, marrëdhëniet, i ka të shkëlqyera. Atë Belerin e bëri deputet, atë Himarën e quan të tia, busin e babait të ti Edi Rama ja ngriti në Dervisian, ata varëzat e pushtuesve grek i kanë në Shqipëri, historia për genocidin grek në Qamëri nuk flet fare, Shqipëria nuk dihet hiç, as një politikan, as një, prandaj do qëron këta ore. Ore, prandaj do ikin të dy këto parti politike, se do ikin nga skena politike se janë antikombëtare. Po na e kanë bërë greku që ka qenë kriminali dhe vrasë më i madh në Shqipëri, e kanë bërë mik. Në një kohë që as një të mitin e atyre që ka vrarë greku nuk vranë gjermanët e italianët bashkë. Prandaj nuk ndihet Mitsotakis. E ka mik, pik. Me gjithçka që ju më thatë më lart avokat, premton që vera do të jetë e nxehtë. Kështu që unë të falenderoj shumë për bisedën. Edhe unë të falenderoj tyja. Vera vërtet do jetë e nxehtë, po jo e nxehtë në kuptimin se që duan këta. Nuk e di a do jetë e nxehtë në Viruca apo do jetë e nxehtë edhe jashtë. Do jetë e nxehtë me shkopin që do të vijë, me shkopin që do qëron të dy partitë nga pushteti. Avokat, faleminderit shumë. Të lutem.